Video që po bën xhiron e mediave europiane pasqyron një aksident të tmerrshëm rrugor në Rumani që ka tronditur mbar Greqinë. Është një furgon me tifozë të ekipit grek PAOK të Selanikut, të cilët udhëtonin drejt Francës për të ndjekur ndeshjen kundër Lyonit në Europa League, i cili siç duket përfshihet në një përplasje fatale në autostradën pranë qytetit Lugoj. Bilanci është tragjik, 7 persona humbën jetën dhe 3 të tjerë mbetën të plagosur rënd. Të gjithë udhëtarët ishin të moshës 25 deri në 30 vjeç. 5 prej viktimave ishin nga Aleksandria i Mafjas, 2 nga Katerini, ndërsa 3 nga Selaniku. Autoritetet greke kanë konfirmuar se mes 7 personave që kanë humbur jetën ndodhej 29 vjeçari Vasil Palo me origjinë nga Korça, ndërsa mes 3 të plagosurve në gjendje më të mirë se të tjerët ishte edhe një shqiptar tjetër, Genci Sadiku, i cili ka njoftuar policinë rrugore për aksidentin. Sipas autoriteteve rumune, furgoni tentoi të parakalonte një kamion cistern, por gjatë rikthimit në Korsi u përplas fillimisht me të dhe më pas u hodh në krahun e kundërt të rrugës, ku u përplas me një kamion tjetër. Në aksident u përfshin gjithsej 4 mjete.